2 herë nga prokuroria shqiptare një çështje e tillë ka dështuar për mungesë provash, por në fakt provat kanë qenë aty. Provat kanë qenë aty? Po, që tregon më së miri që masakra e Peshkëpisë, edhe pse nga autoritetet shqiptare dhe ndërkombëtare, vetëm pak orë pas ngjarjes u identifikuan disa autorë, u larguan dhe të Greqisë, nuk u ekstraduan kurrë, nuk u dënuan kurrë, por vetë shteti grek, nëse ne dhe unë i referohem edhe fakteve publike të bëra disa ditë mbas ngjarjes, tregojnë që edhe autoritetet greke kanë identifikuar që pjesë e kësaj masakre të quajtur akt terrorist në atë kohë, nga të dyja shtetet, ishin pjesëtarë të organizatës Mavi. Pra, Vorio Epiri Ilir, i quajtur ndryshe, pra një term i përdorur nga nacionalist grek, të cilët synonin jugun e Shqipërisë. Një histori e cila edhe pse ka dëshmitar, nuk u hap dhe nuk rezistoi as në prokurorinë e krimeve të rënda, ku dëshmit u morën, Fredi Beleri u morë në hetim dhe befas, çështja psoi një devijim dhe çështja u mbyll për mungesë provash, tregon që një histori e tillë, e cila për shumë shqiptar ka ngelur një ngjarje e rëndë për shkak se disa njerëz kanë humbur jetën, tregon që shteti grek dhe nacionalizmat grek... Realisht mendon që kanë shqiptarët kujtes, kanë dhimbësori tani mbas... Nëse s'kan shqiptarët, kanë familjarët e tyre.